Unioni I Gazetarëve Shqiptar Profesionistë të Diasporës me status vëzhgues si organizat media pranë KQZ-s për zgjedhjet politike të 11 maj 2025 denoncon se deri në ora 15:00 të ditës 11 maj 2025 janë 2100 zarfe emigrantësh të kthyer mbrapsht pranë KQZ-s. Ato figurojnë se nuk janë tërhequr nga emigrantët që janë regjistruar si votues nga jashtë pranë KQZ-s. 2100 zarfet priten të rriten në numër pasi gjatë ditës së sotme 2 avion të tjerë DHL-s me votën e emigrantëve do të mbërrinë në Rinas. Një prej tyre është nisur nga Greqia e avioni tjetër nga Leipzigu, I cili është vendi I grumbullimit dhe I shpërndarjes së dërgesave të DHL-s. Zarfet e kthyera pas për të cilat Unioni I Gazetarëve Shqiptar Profesionistë të Diasporës ka sjell pamje ekskluzive, pasi skanerizohen nga punonjësit e DHL-s, regjistrohen e protokollohen nga operatorët e KQZ-s. Më pas ato kyçen përmes kodeve të caktuara e pozicionohen në një vend të dukshëm brenda parkut të Komitetit Olimpik Kombëtar Shqiptar, ku është ngritur edhe qendra për votuesit nga jashtë. Posta private DHL është paguar nënt 2 milion euro për menaxhimin e mbulimin e procesit të votës së diasporës. Kosto e një zarfi për vajtje ardhje është 37,52 euro. Numri I përgjithshëm I votuesve I regjistruar si diaspor është 245,935, numri I zarfeve të tërhequr nga emigrantët është 227.097 dhe numri I zarfeve të mbërritur në KQZ është 187.916.